Një personazh që nuk ka qenë më të pjesë e rrugtimit të në Zoom, do keni mundësi që të njihni tani me profilin e dikujt që ka ngacmu goxha shumë mediat në Kosovë dhe rajon e që rikthimin ka vendosur me bu pikërisht në emisionin tonë. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në Villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Sjell vërtet freski për audiencën. Bëhet fjalë për Lulën, e cila ishte ftuar në Zoom e flet për risit e fundet. Si zhvillim, muj me thonë, prej kongës por dhe që tash është si me thonë a big time që ka kalu. Edhe besoj që me se cilën kongë e ka stilin e vetë, historinë e vetë, është që me thonë është kongë për veti. A modeli që tash superin, shku mu më pëlqejnë krejt projektet që i kom realizu deri tash, se cila konga ma e veçantë se tjetra. Ajo është lindur e rritur në Gjermani, aktualisht jeton në Kosovë e me shumë emocione flet për rikthimin. Shumë mirë, jeta në Kosovë gjithë më ka pëlqyer dhe gjithë e kom pas një farë, që me thonë, e lanim për me orë këtu, me ne këtu, bile me provu një vjetës së të muj, edhe thash vjetë këmë thonë, kur nëse ju qëtë ku, apo dhe në kur ma të mirë, why not? Edhe i ku morë sen edhe jo morë. Qështë frita njerëz këto, ndoshta krita jo pyetja? Shumë mirë, krejt janë friendly. Nëse këtu kam edhe familje, nuk o që jam veta në sen, amo besoj së në dhe përveç muzikës punoj. Edhe jo, krejt mirë, kështë ka da e dole, step by step. Prej e vogël ka pas kontakt me botën artistike. Kaluaj turn në piano e po ashtu ishte pjesë e një grupi të baletit. Për më tepër, muzikën e ka të trashëguar nga familja. Si në atë familje gjithë krejt kënuim momi, tezja, my cousins krejt kënuim Dino dhe Mirot Arabuka. Ndosh s'mave kollëm krejt, e bojmë super nej. Amo kështu, une, s'pëtish më thoni, ku marrë dhe hopat pak ma profesional me hija, vëdin me kryu dhe qka temën, më thonë, this is me. Lula ka një stil modern të punës, është e hapur për pothuajse secilin zhanër, e kur jemi tek bashkëpunimet, ajo e ka një mesazh interesant. Jam open for everything, nuk jam në që thamë vesh që të stilë dhe go, amo është shumë, që me thonë, është shumë important me pos dikon rrethi ngusht, edhe muzikë, edhe gjithka, që të kuptojnë, i din kërkesa tua, din qa me bo, ndihmojnë, apo din rrinë ofër teje. Unë zakonisht punoj massive production me Granit Gashin edhe Dardonin, i përshëndes, edhe klipet i bëj me Excel Films, me Gaddafi. Atë nuk e kemi parë ndonjëherë në bashkëpunim. Çka mendon Lula për këto realizime të dueteve, sidomos kur flitet mes femrave? Nashta me Travis Scott. Apo më nën kështu okej, se di, Don Jonin përqen, edhe me tajnë në shaf për shtatë. Kështu këndim, rap, se më përqen shumë qysh stili sajnë, rap, tekstet e sajna, shumë zi. Unë besoj që shumë për shtatë tepër mirë.
Një thirrje publike për duar. Tajna! R&B dhe pop janë dy nga zhanret që ajo do të dëshironte t'i kishte afër, sepse ndihet vetvetja. Por ajo mendon që zhanret që në Kosovë nuk kanë qenë ende, do të jenë prezente dhe viteve në vazhdim. Zoni edhe shpirti ma shumë më flen në R&B, në shumë goj, edhe jazz në goj shumë, Rihanna në goj shumë, Summer Walker's di, qato është edhe Ana Grande në goj shumë, qato më flen ma shumë të shpirti, që më thonë. Besoj që mundet më zhvillu se muzika është, që më thonë, diçka që ecë me kohë, nuk ka veç një drejtim edhe that's it, po ecë me kohë, normal të është pak ma piano, ma shumë house-in se tjera zhandra, amo, yeah, why not, me provu, me këqyrë. Por Zuma ajo ka zbuluar se së shpejti vjen me projekte të reja e deri atëherë i urojmë shumë suksesa. Ju falenderoj krejt për mbështetje, ju dua shumë nëse keni edhe ndaj ëndër ose ndaj goal me arrit në jetë mos ndani kur, po fight for it till you make it.